Nuk ka prodhuar fitues supersfida mes Egnatias dhe Vllaznis. Dueli luajtur në Rogozhin i vlefshëm për javën e 28 u mbyll pa gola. Egnatia ishte dominuese për shumicën e kohës, duke ju afruar golit të avantazhit në disa raste. Në këtë ndeshje, portieri Gjerman Pols dhe pasaktësia e futbollistëve vendas shpëtuan Vllaznin nga humbja. Një episod i minutës së 70 shkaktoi polemika të mëdha. Xhemaili u ndëshkua me karton të kuq pas një faulli ndaj Balej. Ky rast shkaktoi polemika dhe protesta nga vendasit që për pak minuta u tërhoqën nga fusha, por u rikthyen sërish. Me të kuq u ndëshkua dhe trajneri Ilir Tetova për protesta, edhe pse në inferioritet numerik Egnatia vazhdoi dominimin duke ju afruar disa herë golit, por pa sukses. Pas ndeshjes, trajneri Edi Martini tha se barazimi 0-0 me Egnatian ishte rezultati i drejtë, si dhe shtoi që Vllaznia nuk meritonte ta fitonte ndeshjen. Ndeshje shumë e tensionume, ndeshje që me të vërtet duhen pikë, por nuk duhet him deri në atë pikë tensionit sa të humbim pasat thjesht. Ndeshje me shumë nervozizëm. Nuk e meritojmë të fitoshim. Unë them që rezultati më i drejtë është barazimi, pavarësisht se në fund mund ta fitoshim sepse kishim 2-3 raste në bë gol, por unë them që është një ndeshje jo të mirë të ekipit. Domethënë ishte një ndeshje që nuk u duhet të më humb, edhe duke pas parasysh se duhet të më humb si ndeshje, ishim shumë të ngurt për sa i përket dalive përpara, marrjeve të topit, pasime, bëjmë gabime, megjithatë ndeshje karakterit, ndeshje që sot nuk hapen rrugë për asnjë moment, luftuan, por u duhet pak më kthellësi, pak më qartësi, u duhet të punoshim më tepër në çarkullimin e topit, pavarësisht thashë që koshën e fundit mund shënoshim se kishim 2 raste për me bë gol, po megjithatë them barazimi është rezultati më i drejtë i kësaj ndeshje. Nga ana tjetër, trajneri Egnatias Ilir Tetova, duke folur për barazimin me Vllaznin në shtëpi, reagoi për 2 kartonet e kuq të dhënë nga gjyqtari kryesor Florian Lata. Atëherë është pjesë e ndeshjes, sigurisht janë emocionet e ndeshjes. Mendoj që ishte një ndeshje shumë korrekte nga të dyja ekipet. Vetëm mendoj që te kartoni kuq kemi pak nxitim të gjyqtarit, e citova edhe më përpara. Normalisht ne kur bëjmë po themi seminarët e federatës, ne shohim në mënyrën distancën e topit. Në momentin e parë kur Xhemaili ka godit topin, ka shtyrje nga bala, pastaj ka kontakt, po merret parasysh a arrihet topi apo nuk arrihet topi. Dhe siç ndodhi se duhet të bëj 2 paralelizma për ne nisa kështu, në momentin kur në bankinën tonë bëhet një rëmuj dhe arbitri nuk ka një pamje të qartë, normalisht ndëshkohet trajneri i parë me kartonin e kuq, gjë e cilës është sipas protokollit. Tani kemi 2 situata ku në një zbatohet protokolli, në një tjetër jo. Me këtë barazim, Vllaznia mban vendin e parë me 52 pikë, ndërsa Egnatia renditet në vendin e dytë me 50 pikë.